elemin radina. Kështu e zgjedhën pejgamberin alayhis salam. E keni rastin? Shumë interesant. Rastin e gurit të zi në Qabe. Fisi Benu Kurejsh, fisi Benu Kurejda, fisi ky, Benu Menat e tjerë, u zishin me zveti, kush po e merr gurin e zi me vendos të vene. Pejgamberi çka bën? Ishte njëri lider. Lider din të prind proceseve. Edhe shkojnë te pejgamber, fisi Benu Kurejda, Benu Menat, Abdul Menat, ky tjetri, Benu Kurejsh, e kështu me radhë, po duan me marr primatin e governancës ose udhëheqjes. Mirë thot pejgamberi alayhis salam, thot pse do ta merr ky, thirrë këtë fiset, përfaqësuesit e çdo fisi, përfaqësuesi i këtij fisi, po hajde këtu, po merrni çarçaf të madh, hidhni gurin midis, kapni gjithë cilin qyshat, zënjonin në përqysh, po merrni të gjithë vendosne, ju kohë për hajë, krejt e keni vendos gurin, ju vesh njoni, s'ka nevojë, meritat i takojnë Allahut. Lavdi falënderimi takon Allahut, hizmetin ju ja banet, ja pafshi hajër. Pse? Inteligjenca. Mos mi ngatru me veti, ka ditë me përdor teknika menaxhuese që mos mi jetë hatre askuj. Pra ka vendos drejtësi.